kush kujdeset për mua, kush ka rënë merak për mua, kush qëngër ka shqetësuar ka shumë, edhe nuk e zaj gjumi as ditë as natë, që thonë meti gruaja gjithë ditën TikTok. Po jo vëlla, se nuk jam gjithë ditën TikTok. Ja, tani po iki prap punë. Punova 4 orë mbas dite. Më pe gjë mua ti? Jo, nuk më pe. E pe që punë e bera? Jo, s'më pe. E pe sa u lodha? Jo, nuk më pe. E pe sa ftot pata? Jo, nuk më pe. Atëre, si mund të gjykoshi të thuash që unë ndenja rri gjithë ditën TikTok. Dhe aty s'është TikTok, po është Instagram. Kam bërë një video të shkurtur as 7 minuta, 7 sekonda, se 7 minuta janë shumë. Që po kthesha nga puna lash makina, nga parkimi që kam para shtëpisë dhe u futa brenda shtëpi. Kjo ishte video që bëra unë dhe boti shkruan mbete gjithë ditën TikTok. Pare vëlla, unë ty s'ti jap as llogari, as të konsideroj, as dua t'ja di se kush je, jeton apo nuk jeton, më vjen të keq për të fjalë. Dhe ti të njëjtin gjë duhet të bësh për mua. Bëj sikur nuk ekzistoj në këtë botë. Dhe nëse nuk të pëlqej, nuk të marr dorën as ty dhe as atyre që shkruajnë si puna jote. Okej. Unë vajta në shtëpi, e nga 2 koqeve, e nga 2 krahulli, e nga sallatën, më vajti gjakë dhjam, vura një lavatrice, ndera një lavatrice, vura pullën për të zjerë për në darkë, lava ato dyen. Më pe mua ti? Jo, nuk më pe. Majti ora 2:30, unë nisa pra për punë. E tani 7:30 e la punën unë. Prandaj mos u shqetëso, mos të sëzën halli fare për mua. Se ka ku shqetësohet. Kam 4 në shtëpi. Më dalin dhe më teprojnë. E kam kapelen mbi sy. Jo ti, pas një njeri. Edhe një tjetër. E bekër ke jetën ti në rrjetet sociale. Po, unë e bëj jetën në rrjetet sociale. Kështu më pëlqen, kështu më doj qefi. Kush je ti që të vish, edhe të më gjykosh mua se ku e bëj unë jetën. Ju përshëndes.